Të tjera përgjime zbulohen nga dosja e prokurorisë së Korçës që implikojnë direkt oficerin e policisë së shpallur në kërkime Edvin Meko në kultivimin e 17.000 bimëve kanabis në Ersek. Ditën e ndërhyrjes së FNSH-s në fshatin Qinan Bërdic, hetuesit kanë arritur të kapin një mesazh telefonik ku thuaj se është një ujk i vjetër, është së bashku me 2-3 ujqër të tjerë. Në dosjen e timore shpjegohet momenti kur policia po shkonte drejt parcelave me qëllim verifikimin e tyre. Prania e policëve ka vënë në lëvizje personat që administronin sipërfaqet me kanabis. Njerëz të tyre kanë qenë duke vrojtuar me dylbi lëvizjet e bluve, kur kanë parë se ata po shkonin në drejtim të tyre, megjithëse distanca ka qenë shumë e largët, kanë komunikuar me njëri tjetrin me shprehje të tilla si është ujk i vjetër, është së bashku me 2-3 ujqër të tjerë. Për këtë rast vazhdon të jetë në kërkim oficeri i policisë Edvin Meko. Në lidhje me veprimtarinë e tij, shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat ka referuar një material në prokurori në datën 17 gusht, 2 javë pasi prokuroria kishte nisur hetimet. Sipas këtij informacioni, Meko kishte më shumë se 3 muaj që bashkëpunonte me kultivuesit e drogës. Madje në fshatin Luaras një afërm i tij kishte mbjellë një sipërfaqe toke me kanabis sativa. Të dielën policia arrestoi 4 persona, Mariglen dhe krenar Nuredinin, që kujdeseshin për drogën, gjithashtu në Prangaran dhe Jorgo Kristali dhe Gramos Beko, të cilët ishin organizatorët dhe porositësit e sipërfaqes së mbjellë.